Se i përket adhurimit apo namazit, gjëgjësisht se krye të gjitha adhurimeve është e namazi. Më të vërtet shumë ka nevojë me fol. Për arsye se ka një bot kuptim të njerëzit tonë se namazi duhet të falet, apo njeriu fillon të falet kur i driton punët i kryen punët e kësaj dunjaje, për shembull, i ndërton shtëpijat e fëmijëve, e djemve, i rregullon të gjitha punët, edhe tash i marton ato, edhe tash i thonë, po bile edhe e keni ndëgju ju, te duhet tash ta fillosh udhën për në xhami. Sikur dërja në atë ko, ai nuk ka qenë për në xhami. Prandaj, kjo ka ardhur si rezultat i asaj se nuk është fol për vlerën e namazit as pak. Nuk është fol. Folim drejt. Më herët, shumë pak është fol për vlerën e namazit. Thjesht, njeriu për punë e kalon namazin. Për punë. Edhe e ka arsyetu vetën e vetë. Valla punë e komune. Si më punoj, atëherë dhe më thonë une nuk mundi të bëhem i dare. Edhe e kalon namazin. Si është kjo çështje me Islamin? Normal se në Islam adhurimi ka përparësi. Njohja e Allahu xhaleshanuhu ka përparësi ndaj të gjithave. Përkulja ndaj Allahu xhaleshanuhu ka përparësi ndaj të gjithave. Se të gjitha tjerat janë në shërbim të ibadetit, në shërbim të njohjes se Allahu xhaleshanuhu duhet të jenë. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, puna është e fars pas farzit. Pra puna, i darja, që i themi ma mëre kuptojmë ne i darja, është e fars pas kuj? Pas farzit. Që do të thot, nëherë duhet të falet namazi, edhe pastaj normal do të shkosh në punë. Ne këtë bot kuptim nuk duna ta ndrojmë. Sikur në ka hinë kokë neve, se pa tjetër nëherë duhet unë të punoj, po pastaj të falem. Edhe bile thonë, po nëse unë nuk punoj, unë nuk mund të bëj adhurim. E jo. Allahu xhaleshanuhu ti nuk të ka obligu të adhuresh Allahu xhaleshanuhu jashta mundësive që i keti. Bile, musliman duhet të përpiqen edhe të mundohen që në orar të punës ta vënë edhe namazin. Në orar të punës të hije namazin. Bile, namazi duhet të konsiderohet orari i punës, një lloj si e konsiderojnë bie fjalat mëngjezin, apo një pushim për shembull të shkurt. Pa tjetër duhet, edhe duhet shkohet në ketë. E jo, si që thot dikush për shembull, në të mi heke bie fjala, thot, ato minutat që une më i hinë dërhak ati, ase si nuk i hinë dërhak. Nëse e falen namazin, kuptohet namazin fars. Në gjatë orarit të punës për shembull dikund.
as pak nuk i hin drak, por jo të bëhesh prej atyre që të ulesh edhe të spit t'i bësh. Edhe të zgjatish për e fjala, edhe synetet t'i falishim. Ato bëhen dhe më thënë në ka kur është e më e lirë, kur të ka dhënë leje për një gjë të tillë. Prandaj, njeriu duhet të jep rëndësi, muslimani duhet të jep rëndësi namazit ndaj çdo gjëje tjetër. Edhe mos e lë namazin asnjëherë. Mu për këtë, Allahu Gjeleshanuhu edhe ka justifiku format të ndryshme të namazit. E kemi për shembull namazin me isharet. Namazi me isharet. A thu, pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se si falet namazi me isharet? Do të thotë, kur njeriu do të ballafaqohet me probleme të tilla, do ta bëj me isharet, do ta fal me isharet. A nuk i lejohet ta lë edhe të thotë unë vëlla po e fali kaza. A disa let njerëzit tonë thonë vëlla unë do ta fali kaza. A ne mendon se me atë kaza e pastron veten e vet. Nuk ka përgjegjësi. Me atë kaza, që ke bo? Me atë të i ke kërku një falje Allahu Gjeleshanu. Por, a do ta falë Allahu Gjeleshanu, ati nuk e din. Ati është e shumë pikpyetje. A prej teje kërkohet që ta bësh kaza. Ta bësh kaza, ama jo se unë kur e fala kaza, edhe më unë ta u kry puna ime. Jo. Pra, unë mendoj se ne duhet flasëm tepër për namazin, për vlerën e namazit, për pasojat që i ka lënje e namazit. Ju të gjithë e keni dëgju hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot se dallimi midis muslimanit dhe jo muslimanit është e lëshimi i namazit. Jo sa ai më u bë pabesimtar kur e la namazin, por i kërcënohet kufri atij. Ai vetën e vetë ka vu në rrezik. Pse? Se nëse ai për shembull është në gjendje që të thotë se valla unë t'i kryj çdo punë të tjera, pastaj ja filloj namazit, gradualisht ki person, ki njeri mund vije deri te ajo që siç ka ardhur bile, punët tjera t'i konsideroje më të mëdha se namazi. A nuk ka ardhur puna ashtu? Hynë dhe bisedo ma dhe ta shofësh. Valla, çka jetë e fol? Po unë punoj be. Pra këtu e kom i darën unë be. Edhe të pa diskutueshme e bën një gjë të tillë. Pra kush e bën një gjë të tillë? Lënia e namazit. E tash, qëllimin ku e kom? Qëllimin e kom të ajo se në farzët e Allahu Gjeleshanu ne nuk duhet bëjmë lëshim. Se nëse bëjmë lëshim për një kohë shumë të shkurt, s'ka se ne dallosh se më ajo është muslimane apo nuk është në pamje. Edhe të namazi e njëjta. Me fëmijën, si që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të fillosh jo prej 7 vjet, po para asaj. Do të fillosh që ta ushtrojsh. Kur ti bëj ai 7 vjet,
mos kese probleme. E kur ti bëj 10 vjet, atëherë të ndryshoje situata, do më thonë të bëhet për atyre që edhe e fal namazin, po nëse për shembull tenton ta lën ndonjë kohë namazi, edhe ta qortojsh. 10 vjeçar, jo 60 vjeçar. Te ne, bot kuptimi është se hihet në bilik kur 60 vjet kur i ban. Kur i ka kryi këtë punët më. Thot shtej, kum dalë në penzion, shpejat va kum ndreq fëmijëve, edhe nuk kom të kush një punë, shtej e kom udhën për në xhamaj, thot, për namaz. Kësha shprehen, muslimon tonë. Edhe prandaj, nëse i shohëm për shembull struktura e xhamatit në xhami si është, ka pak as nuk bëhet me 10 vet, me 15 vet. E kundërta duhet të jetë. Thot në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dominonte në xhami, kush dominonte? Rinia. Rinia dominonte. Së ngjeshë pleq, shumë pak. Pse? Ai plaku e ka dhe arsye, mund ta falë edhe në xhami, edhe në atë namazin shpejt. S'ka kush ta çoje, është i smur, mund ta falë. A ne për fat keq, alhamdulillah, ka ndryshim mirë, ama nuk duhet mjaftona vetëm ma. E si duhet, apo si arrihet deri te ajo që ne ti mbushim me 3 xhamijat tona, arrihet normal duke vepru, duke punu me fëmijët tanë prej fëminisë. Shiqoni, edhe t'i përmendje dhe disa gjëra, që moti nuk i kom përmend, thot, ju e dini atë aspektin, dhe më thënë se njeriu duhet përgatitet para martesës. Atë e dini shumë qartë, po që a fillojmë për shembull ne të zëmë se është përgatit, edhe Allahu Gjeleshanuhu i ka dhonë fëmijë. Si duhet ta edukoj atë fëmijën? Normal, nana duhet jetë për atyre që falet. Se kur falet nana, falet edhe foshnja. Me medicinë është, ju e dini këtë. Falet edhe foshnja. Çfarë gjendje shpirtërore ka nana, po ato gjendje shpirtërore i ka dhe kush? Fëmiu, foshnja. Nëse ajo e bën dhikr Allahun Gjeleshanu, edhe ajo e bën dhikr Allahun Gjeleshanu. Prandaj Hazreti Alia thot kështu: kur të lind ndonjë fëmijë, mos e bëni që për spari herë fëmiu të shoh ndonjë grua që është e shpaluar. E shpaluar. Se ajo i nqizohet ati. I nqizohet një gjonë ati. Normal, pas kësaj, kur vjen puna që të lind fëmiu, edhe kërkohet prej prindit që ai ta udhëzon në rrugë të Allahut Gjeleshanu. Dikush thot, valla kot është bajo. Si fëmijut do t'ja lexojsh ezanin në veshin e djathtë, kametin në veshin e majt. S'ka ndonjë rol kjo? Jo, ka rol. Kur ja lexon ato,
i thu fëmijut, se ti i ke bo ushtrime, nana i ka bo ushtrimet për namaz, e ka ushtru, ajo ka ranë seshde, ajo e ka bo dhikër Allahu Zëreshanu, e ka përmend Allahu Zëreshanu, edhe tash obligohet prindi që ti thot, o birë, dole në këtë botë, unë ty ta preferoj që atë rrugë që e ke ndje në barkin tim, kur je kon, atë rrugë ta vazhdojsh. Nana, për shembull, ti thot. Edhe prandaj i lezohet ezani. Ju e dini se edhe me medicinë sa ndikon që në fillim të incizohet Allahu Akbar në veshët e fëmijut. Do thënë ka vlerë të madhe. Pas kësaj, çka na urdhon pejgamberi alayhis salam? Ne çka bëjmë? E marrëm fëmijën, e lindim edhe e lam ma. E lam të edukoje kush? Rruga, kojshit, rrugacet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, detyrë kije, duhet ta përcjellish. Fjalën e parë, çdo ndryshim kur bëhet te fëmiu të i duhet t'ja potencosh. Fjalën e parë kur do ta thot, kur do t'jetë në gjendje të folje, fjalën e parë t'ja thush, t'ja mësojsh fjalën Allah, thote. Kjo do më thonë me parimi islam është. Ne fjalën e parë jam mësoj me dini, shaje kjetë, shto? Këtë më përmet që kena mësoj. Kështu sa merë shanë. Pastaj, normal, duke e mësuat, të përmend fjalën e Allahu Zëreshanu, të përmend dhikër, edhe normal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na urdhon që fëmijët tonë t'i shoqërojmë, ç'është? A ecën? Nëse prej atyre që se ne mban para mendoho, urinën tamam. Atëherë në rregull. Po nëse e mban urinën, në atë moshë është, ne duhet ta marrëm për dore edhe ta çojmë në xhami. Të falet me ne. Unë këto forma i kum pa, në Siri për shembull, ke edhe fëmijë vogli. A beson, fëmijë 6 vjeçar, 5 vjeçar, 6 vjeçar, sidomos, kanë shoqërinë e tyre në xhami. Këtë 6 vjeçar janë. Unë isha njëherë në lagjen Midan, në Siri, në Damask. Lagja Midan është e dallume, lagj islame. Kur të hish atë, më në reheton se ke hi më një lagj, dhe më thonë që është musliman. E kisha një shok bashkë me atë mësojshim edhe banojshim atë, pa dhe plot kishtë tjerë, paj, aj i kishtë qif fëmijët më tepër, dhe më thonë, meraj me ata. Unë e të mësu një dit, a erdhë, kishtë dalë në xhami të falet, edhe kur me i prunë 20 fëmijët në dhomë atë, ama me të vërtet. Si do një va të regu edhe emri, një smëlakia, miftiu tash në orë. 20 fëmijë. Nuk kish vend, krejt ish mbush, u mbush ai dhoma.
Edhe këtë njëni 6 vjet, njëni 7 vjet, njëni 6 vjet, njëni 7 vjet, 8 vjet, qashtu do më thonë. Pre xhamia që i ka varë. Shoshnia e xhamis. A besoni? Edhe normal ato, do më thënë, ndjehen, kur të i pejsë është diçka, ndjehen shumë të lumtur ndjehen. Edhe mësohet që ta donë të tjetrin për hir të Allahu xhaleshanu, duke qenë i vogël, duke u rritur. Me atë mendim rritet. Normal se ai kur të di bën 10 vjet, 11 vjet, nuk i e problem me atë person. Ama baba e ka ushtru. E merë me vete. Thashune, nëse ku është ajo problemi, nëse për shembull mund bëhet një problem, atë në rregull, ama e kalon atë fazë, atëherë duhet mirët. Të ne problemi madh, i kanë ka 12 vjet, ka 13 vjet, ka 14 vjet. Çka janë këto fëmijë këto? Kush i ka provë me këto fëmijë? A o të shto? Kush i ka provë këto fëmijë këto? Pastaj, normal kena problem gjatë Ramazanit, se një kontrolën. Po atë e ke lënë të hije në xhami i pa përgatitun. I pa përgatitun. Edhe sa merë tha një hoqë, ne duhet t'i përgatitim ato, normal që kur të bëhen për ta ardhë aty, në xhami, të shofën fytyra të buzëqeshura, ashtu? Jo fytyra të mrola, të ne, për shembull, në xhamin tonë, kur të veje, edhe qitek i madhë. Dajak i madhë. Pse? Se normal dhe më thënë ka probleme, edhe ka prindet, edhe ka fëmijë, po edhe ka xhamati. Kretonët ka probleme. Pra, qëllimin ku e kisha? Qëllimi ishte ta ajo që më së zgjati, se këto fjalë kreti dim ne. Jo se nuk i dim, po puna është të fillojmë me punë. Fillojmë me punë. Se nëse nuk fillohet, atëherë kur zhohiq. A besoni, ende ato fytyrat ative fëmijëve, mërin për para, kish njëni ish pak më i trasht, njëni, kështë të më thënë, alis mërin, besoni. Edhe, si i kish mësu hoxha, që, jo, nuk mësojnë të hoxha. Vënë e falen namazin, e në shoshnijen bëta, edhe normal të më thënë, në përzjeret dikunt edhe shoshnohen. Nuk janë të mektebit. Fëmijët e shoqërum në xhamit muhallës. Edhe e mba mend, hiq për mu thonë, tha, unë jam filani, jam qka shveqar, edhe nëse për shembull ka hinë shkollë, e kalzonte, jam klase parë për shembull. E qetër, me radhë, kretë. Normal se nëse veprojmë në këtë mënyrë, atëherë do të ndryshoje situata, botë kuptimi do të ndryshoje. Ai nuk thot, edhe nuk do të kesh edhe problem. E din se çka do të thotë namaz, edhe nuk e diskuton atë gjë. Namazi hin brenda orarit punës, edhe u kri puna.